dëgjuat prokurorin e Napolit të përgjithshëm, tha një fjalë shumë të rëndë. Mafia shqiptare thashë vetëm mafia tha në botë që investon parat e drogës në vendin e vet. E pyes Altin Dumanin dhe të gjithë spakun, në respekt të tyre i pyes, a ka ndonjë hetim këta për pastrim parash në ndërtim nga grupet nga organizatat kriminale? Sa keni qenë ju ministri financash, zoti Ahmetaj, nuk investoheshin parat pista në Shqipëri? Më falë, po, Ministri Financave e di, jam i bindur që mbase e ka lexuar kushtetutën. Ministri Financave, zoti Peka, merret me deficitin dhe me borxhin. Kthejun një çik deficitit dhe borxhit. Ministri i rindërtimit merret me rindërtimin. Kush i jep licencë të kazinove? Jo se e kam konkretisht licencët e kazinove, kush i jep zoti Ahmetaj? Urdhro? Licencët e kazinove, kush i jep? Nuk të dëgjova. Licencat e kazinove, kush i jep? Cila ministri i jep? I jep ministria, i jep autoriteti i lojrave të fatit. Në varësi dhe në fund ka autoritet, më fal. Jo, një sekond, dhe në fund ka autoritet ministri financave. Është dhënë ndonjë licencë kazino kur kam qenë unë ministri financash? Jo. Këta shqiptarë që u shpallën non grata, shqiptarë meksikanët në Amerikë, edhe nga departamentet e saj, se pastrojnë parat e Sinalos në kazino, edhe në Shqipëri. Kur e kanë marrë licencë? Fal, personat që kanë sankcionuar thesari, pyesni Edi Ramën. Pyesni Edi Ramën që të më quaj sy zgurdulluari edhe të thotë do shkojnë në të sëmës dhe do thotë po të isha unë prokuror dhe gjyqtar, ai do shkonte, do ta kishte shumë keq dhe pik do shkonte në të sëmës siç shkova. Pyeteni, a e ka pritur në zyrë? Edi Ramën do e pyesun, po Edi Ramën do e pyes kur të jetë narrati, sepse sa të jetë pushtet është vështirë ti kapësh në intervista zoti Ahmetaj. Po pra, këtë shprehje narati e keni qef juve. Po mirë, si ta them tani, ma thuaj. Pra, jo, nuk sa kam qenë në Ministri Financash nuk ka pasur licenca kazino. Zero. Nuk ka pasur licenca kazino. Zero. Dhe ja po ta them që s'dua të dal nga tema. Spaku ka bërë ndonjë hetim për pastrim parash nga organizatat kriminale. Ta ketë bërë vetë, ta ketë nisur nga haja ke zhëja. Po si më mund të bëjnë genocid kundër familjes time? E kanë menduar ndonjëherë këta kur shkojnë në shtëpi që kanë shkatruar jetë pa të drejtë? E kanë menduar ndonjëherë, po pse se kanë bërë këta një hetim të plotë? Por pse nuk e prenojnë? Ta bëni një pyetje konkrete. Ti pse habitesh për këtë gjë që kanë bërë në familjes tënde? Ti e ke menduar ndonjëherë, një sekond, ti e ke menduar ndonjëherë se me këto dëshmi po ju prish rahatlikun atyre? Më fal, të humba? Ti e ke menduar ndonjëherë se me këto dëshmi ju ke prishur rahatlikun atyre? Fal, t'jap dhe një rast sepse ka një moment që jemi dakord. Dje luante Shqipëria me Anglinë, isha në stadium. Pas shumë njohesh, gazetar, ka mundësi, u gjend një bilet. E gjithë kupola e Spakut me familje, me kalamaj, me vjerri, ishin ke tribuna VIP. Ne paguajmë 7 milion për ta në muaj dhe i kanë mundësi financiare, për bileta super shtrejta. Pyetja është, si i gjojnë kaq lehtë këta njerëz biletat? Dhe nëse këta po e luftojnë krimin, si ka mundësi që dalin publikisht kaq lirshëm, pra nëse këta realisht po luftojnë krimin e korrupsionin, dhe shfaqen me familjen dhe arktohen në ndeshje futbolli. Po shikoj e dje, nuk ishte. Po shikoj e dje, një sekond, po ta them këtë gjë për të arkë pyetja jote. Si ka mundësi familjes time? Sepse ju ke prish rahatlikun zot Ahmetaj. Ju ke prish rahatlikun. Altin Dumani me bashkëshortën. Ky tjetër, ky bolsheviku i Shkodrës, ky që ka qenë hetues kotën vetë, Kraja, me fëmijë. Po shikoj ishte vetëm Spaku në tribun dhe s'ka nevojë të ruaj kurse, nuk po prekin kënd. Përveç atyre që u ka dhënë leje Edi Rama, që disa nuk janë këtu, disa janë në burg dhe po e bëjnë burgun me marrëveshje për të ruajtur parat. Pjesa tjetër, nëse ta po luftojnë krimin, si mund të dalësh ti familjarisht kaq i lirshëm? Zoti Peka, më fal, që të mos devijojnë. Mu nuk merrem me... Po merrem unë. Prandaj mos thuaj si ja bën këtë familjes time. Ju ke prish rahatlikun. Këngulja ime është që tuar prish edhe më shumë nëse di edhe më shumë se kaq. Zoti Peka, më fal, me që e lam që do hyja në... Alo? Po, dëgjoj. Që do hyja në emisionin tuaj. Unë nuk merrem se kush vajte në stadium, shumë mirë kanë bërë që kanë vajtë në stadium, aq më tepër me familjet.
unë nuk merrem me askën nga as me familjet e prokurorëve, as me prokurorët vet, janë njerëz që në finale janë baballar, janë nëna, shkojnë në shtëpi dhe kanë nevojë që të tregojnë dhe aftësi dhe mëmësi edhe bashkëshort dhe bashkëshort. Më fal ta mbaroj. Pretendohet se po luftojnë krimin më të frikshëm në Ballkan. Më fal. Zoti Peka, po luftojnë. Po. Nuk merrem me këtë pjesën. Me këtë pjesë të jenë bashkëshort të mirë, baballar, nëna shumë të mira, i uroj shëndet dhe mbarësi në familje. Nuk merrem unë që janë marrë me familjen time. Unë i referohem genocidit të familjes time dhe në anën tjetër, genocid. Do me thënë, po të them sot, nuk ka njeri është marrë me motrën time, me kunatin tim, me kunatin tjetër, me ish gruan, me gruan të... Po? Ka një shputje, do ta marrim sërish zotin Ahmetaj, po jep një intervistë me telefon, në kushte të vështira nga Zvicra. Sot është e kam? Po e kemi sërish zotin Ahmetaj. Po zotin Ahmetaj. Po thoshja. Po. Është bërë genocid. Do me thënë, grua ime e hequr nga puna. E diti të them një gjë unë? E disha bën e drama të gjithëve këtyre që me demek ju qanë hallin e fëmijëve.